Jemi në javën e fundit para një vendimi historik, me datën 9 të këtij muaji nis faza finale e gjykimit në Hagë. Një fazë që nuk ka peshë vetëm juridike, por edhe morale, historike dhe politike për vendin tonë. Kjo javë nuk është thjesht një afat procedural, është java kur fjala e fundit po afrohet. Është java kur Kosova po shihet, po peshohet dhe po gjykohet në sytë e botës. Dhe në këto momente, heshtja nuk është neutralitet, heshtja është mungesë qëndrimi. Prandaj, liria ka emër njofton dhe njëkohësisht fton qytetarët e Kosovës në marshën më të madh që ka parë ndonjëherë vendi ynë, një marsh qytetar paqësor, dinitoz dhe gjithëpërfshirës, një marsh për drejtësi dhe jo politik, një marsh jo kundër dikujt, por për dinjitetin e Kosovës, për të vërtetën dhe për respektimin e sakrificës mbi të cilën është ndërtuar liria jonë. Në këtë javë të fundit, para se fjala të kalojë në sallën e gjyqit, fjala duhet të dëgjohet në sheshet e Kosovës, në Prishtinë. Qetë, densisht, por qartë. Drejtësi, jo politik. Kosova marshon sepse është e vetëdijshme për historinë e saj dhe beson në dinitet dhe në drejtësi.